U kthyem sërish në studio, ndërkaq tani për pak momente do të kalojmë në Shqipëri, më saktësisht do të flasim për Kuvendin e Shqipërisë, atje ku një debat i ri ka ndezur sallën e Kuvendit. A duhet garantohet zyrtarisht pushimi për faljen e gjunmas për punonjësit musliman. Është propozuar një nismë për ndryshime në kodin e punës, e cila parashikon 2 orë pushim të premteve për të falur gjuman dhe sigurim të hapësirave për falje në vendin e punës, gjë që ka ngritur dilema ligjore, shoqërore dhe fetare. Për të folur për këtë, do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt me Yll Gura, ish mufti në Tiranë. Zotri Gura, nëse po na dëgjon, mirë se vini në Kosova Live. Faleminderit për ftesën dhe program të mbar. Faleminderit shumë që gjetët kohë, sepse e dim që edhe sot keni angazhime, ndërkohë ne e pam këtë nismë në Kuvend, e cila ngjalli mjaft debat dhe pati shumë reagime përfshirë edhe nga deputetët e Kuvendit. Si e shihni ju? S'pare dëshiroj t'ju falenderoj për trajtimin e kësaj teme, e kësaj problematike, ose e kësaj të drejte për qytetarët musliman të Shqipërisë për momentin. Dhe në këndvështrimin tim, jo vetëm personal, kjo është nisma, marrja e kësaj nisme, apo inicimi për ndryshime shtesë në kodin e punës pa zbritje specifika, sigurisht që është më se pozitiv. Por ajo që duhet të theksoj më së pari është që kushdo nga ligjvënësit do të ishte mirë që të mos ta tërhiqnin thjesht vetëm në llogoret e tyre, aq më tepër që jemi në prag të mbarimit të sesionit parlamentar të këtij viti për të rifilluar në shtator, dhe se të gjithë ligjvënësit, unë nuk kam dëshimet e mia të shumta, por gjithsesi mund të ketë për atyre që janë ndjerë të shqetësuar për suazat apo kuadrin ligjor, ta shikonin pra ligjvënësit, deputetët shqiptar, parlamentarët shqiptar, si dhënien apo si ofrimin apo si garantimin e një të drejte jo vetëm fetare, por kushtetuese dhe qytetare. Sigurisht që kjo nuk mund të mbaroj dhe të përmbyllet vetëm me këto perifrazime që po ndajmë ne bashku me ju dhe teleshikuesit tuaj televizion shtatës, por që në parim, pra sikundër përmendet shpesh me drejt, është më se drejt dhe më se e qelluar për ofrimin e kësaj të drejte kushtetuese qytetare për ata qytetarë musliman të cilët kanë dëshiruar të kryejnë obligimin e të premtes, të xhumas. A është e domosdoshme kjo nismë, le të themi, dhe kjo kërkesë për arsye që edhe deri tash, pra kur nuk është ofruar, gjithsesi besoj besimtarët kanë pasur mundësinë ta kryejnë këtë rit, apo jo? Ndonse në kushte të tjera, le të themi. Pra e quajtet në fillim një problematik dhe më pas një të drejtë, dhe pyetja ime është që a është e domosdoshme kjo? A do të ishte domosdoshme? Okej, unë pa përmendur specifika të kujt institucione, por kam patur me dhjetra raste kërkesa qoftë personale, miqësore apo dhe shoqërore nga mjaft në punonjës të administratës publike, filluar deri tek ata të cilët janë në sektorin e mbrojtjes, të sigurisë po se po, pra kanë fjalën policinë e shtetit, por dhe të mbrojtjes, pra kanë fjalën për ushtarak të gradave të ndryshme, të cilët kanë kërkuar mundësimin në parametra dhe në kushte qoftë dhe minimaliste, pra minimale, të mund të kryenin obligimin e të falurit të xhumas apo të premtes. Sigurisht, jo duke shtrirë këtë, nëse do të pyeti personalisht, jo duke shtrirë edhe në afatin kohor prej 2 orë. 2 orë është, po. Mendoni se janë shumë 2 orë? Jo, në këndvështrimin tim personal, po edhe thash me komunikimin që kam patur prej disa vjetra rastesh të këtyre punonjësve, përfshirë edhe të sigurisë dhe të ushtrisë, në një afat më të ngushtuar. Po. Edhe 1 orë mjafton. Po, ndërkohë në komisionet parlamentare u diskutua që të gjithë punëdhënësit, ata që kanë diku 50 punëtor të besimit musliman, duhet që patjetër t'ju ofrojnë atyre edhe kushtet pra vendet ku ata mund të falen, pra ata kryen edhe xhuman, por edhe falje tjera që i bën ditëve të rëndëmta. Kjo është diçka shtesë, por ajo që peshon, që rëndon mi ndërgjegjjet e këtyre qytetarëve
besimtarëve musliman është pjesa e xhumas, e të premtes. Po. Sepse thuhet Po. Sepse një ndërhyrje telefonate. Sepse obligimi i të premtes xhumas është njësoj si citimi Bajrami i javës. Që do të thotë është shumë më shumë se sa ritualet ditore, të cilat duke e mirë llogaritur kohën, ai në punë si besimtar musliman mund ta menaxhoj në sektorin apo në institucionin që punon, ndërsa pjesa e të premtes së xhumas është më e vështirë sepse kërkohet është një falje kolektive e përbashkët, që përfshin dhe ligjërimin, pra nuk është thjesht një ritual i thatë në arabisht, por është dhe ligjërata e të premtes, ndaj dhe unë ndava me ju dhe të shikuesit tuaj që është i mjaftueshëm edhe vetëm një orë. Po. Zotri Gura, a është respektuar deri tash kjo e drejtë e besimtarëve musliman? A ka pas punëdhënës që nuk e kanë zbatuar, le të themi, nuk e kanë pranuar këtë kërkesë? Shikoni, në varësi të kemi një dallim, apo duhet bëjmë një dallim institucionet publike, pra shtetërore, dhe institucionet private. Po, ka dallim do të thotë. Institucionet private mund të jenë më elastike, por mund ndodhe kundërta, mund ketë dhe shumë problematika. Ndërsa me institucionet shtetërore, sigurisht është dhe më lehtë nëse do të shkojmë drejt një komunikimi brenda kuadrit ligjor dhe atij shoqëror, aspekti fetar, po bëhet fjalë gjithmonë për të premten, po ndaj me ju dhe teleshikuesit të V7-s, se sa me institucionet private, sepse institucionet private keni parasysh, pra e ka dhe emrin mbi vete që synojnë sa më tepër orët e punës, pra produktin e punojësve apo të punojësve të tij, dhe mundet edhe të mos e marrë parasysh për arsye se nuk ka dhe një hapësirë ligjore. Ndërsa nëse ne do të shkojmë në rregullimin cilin unë besoj se do të jetë i mundshëm ligjor përmes kodit punës Republikës Shqipërisë, do të jetë më lehtë qoftë në aspektin pra në institucionet shtetërore publike, por pastaj do të ketë ndikimin e vet dhe në institucionet private, e kam fjalën gjithmonë për ditën e premte xhuma, që të krijojnë një hapësirë për punojësit e tyre pa cënuar produktivitetin e punës apo të asaj çka është funksionale në kompanitë apo firmat e tyre. Po, kërkoj falje që po ju ndërpres. Natyrisht që kur u diskutua për këtë nismë, po ati edhe nga ata deputet të cilët ishin pak skeptik. Për faktin se ndoshta punojësit mund të abuzojnë me këtë gjë. Ata thanë që ndoshta ka edhe prej atyre që mund të marrin leje se po shkojnë ta kryejnë xhuma, por pastaj shkojnë dhe kryejnë punë të tjera. Si mendoni ju, mund të ndodhë kjo, mund të ketë abuzime? Po si shikoni, unë do të dhe jam me logjikën tuaj, e cila është dhe shumë kujt që janë treguar edhe me drejt skeptik, që mund të ketë dhe abuzime apo abuzues. Patjetër që dhe kjo nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet, por në diçka jemi të bindur dhe të sigurt që shumica e tyre nuk kanë asnjë arsye pse të jenë abuzues, sepse edhe deri diku është e ditur apo të identifikuar që janë të shqetësuar prej kohësh thjesht për obligimin e atij një orarshit të ditës së premte dhe nuk kanë asnjë lloj synimi dhe dëshire që të mund të abuzojnë për të marrë një orë kohë të lirë për ta ndarë me shokët apo me miq në kafene në atë orar, po themi 12 me 1 apo 13 deri me 14. Pra në këto orare që është e xhumas. Sigurisht, unë me të drejtë pajtohem me logjikën tuaj dhe të një pjesë të ligjvendësve. Jo, në fakt kjo nuk ishte logjika ime, ishte ajo çfarë kanë thënë deputetët, që të jemi korrekt. Ata janë shprehur kështu në kuvend. Jo, pa problem. Ajo çka dëgjova për ju. Besoj që një besimtar i devotshëm nuk do ta bënte këtë. Po, ndërkohë dua të ndalem edhe te diçka tjetër, nëse më lejon, është deputetja socialiste. I atyre ligjvendësve sigurisht që gjen vend, por shumica e tyre, për të mos thënë në tërësi, shumica e tyre nuk kanë asnjë arsye pse ta abuzojnë për një orar apo për një afat hardkohor një orësh ditën e premte dhe pikërisht në orarin e faljes. Po.
Po, isha duke thënë që deputetja socialiste, Milva Ekonomi, kujtoj se kushtetuta shqiptare përcakton qartë Shqipërinë si shtet laik, duke theksuar se shteti nuk duhet të ndërhyrë në çështjet e besimit fetar. Pra kjo ka qenë deklarata e një prej deputeteve. Po, unë, tabi, zoja nderuar Ekonomi, deputeti Ekonomi, e vjetër në parlament dhe njëtë parlamentare, po dhe në kuadër të shoqërisë, kontributës shoqërisë civile, sigurisht me drejt ka përmendur aspektin ligjor, por në citimin në nenin e parë që të mos jem i gabuar të Kushtetutës Republikës Shqipërisë miratuar në vitin 1998, sigurisht pas përkufizimit dhe citimit se jemi krenarë dhe dishim dhe bashkë përgjegjësinë e madhe dhe me besimin në Zot thuhet. Pra, i cili nuk përjashton askënd nga besimet, por dhe nuk ndan besimet nga qofshin bashkëvëllezërit tanë krishterë apo protestant apo ortodoks, por dhe musliman ashtu, dhe jo pa qëllim citimi, perifrazimi dhe përkufizimi me besimin në Zot, dhe kjo është një zjatim apo një shpjegim i qartë i besimit, i mënyrës të besimit në Zot të muslimanëve. Çka është? Është rituali i të premtes, që duhet ta përkufizojmë dhe ta shtjellojmë për teleshikuesit tuaj dhe gjithë shqiptarët, që është një obligim publik, javor dhe i mundësuar që mund të kryet edhe në brenda në harkun kohor prej 1 ore. Nuk është si kundër aspekti i ritualeve apo i 5 faljeve ditore. Po, pra edhe ju pëthoni që shtetin nuk duhet të ndërhyjë në çështje fetare. Dhe për sigurisht që shteti, institucionet shtetërore nuk ndërhyjnë, por janë regulator. Pra ju nuk e quani këtë ndërhyrje, thjesht regulator, siç po e thoni, apo jo, s'është ndërhyrje kjo? Regulator si edhe, jo vetëm në aspektin ligjor, por në rastet të caktuara dhe të kërkuara dhe mbështetës të kërkesave të ligjshme, ta vëmë në duke, të ligjshme, të besimtarëve të një religioni në respektim të jetës, jo vetëm fetare, po dhe asaj shoqërore publike aty ku ata jetojnë. Çka nëse nuk kalon, zotri Gura? Çka nëse nuk kalon ky propozim, kjo kërkesë? Unë, sigurisht, koha ndoshta është zgjedhur jo e duhur, sepse si kundër ndam së bashku. Jemi në afër përfundimit të sesionit parlamentar të këtij viti, pra në korrik mbyllet, dhe ndoshta do të duhet më tepër kohë për diskutimin, pse jo dhe debatimin, pse jo pastaj dhe mirë informimin dhe nga grupet që quhet e interesit, për të shpjeguar dhe për ata me të drejtë, deputete dhe deputet, sidomos të grupit punës, pra Komisioni i çështjeve sociale të mos gaboj unë, për të sqaruar, mirë sqaruar mënyrën se si do funksionoj, qoftë në aspektin ligjor për këndvështrimin e tyre, por dhe në aspektin fetar dhe kohor pastaj për pjesën pra e atyre qytetarë besimtarë muslimanë që dëshirojnë ta kryejnë ritualin dhe premtes dhe xhumas. Pra unë besoj se komunikimi, ky komunikim dhe këto kanale komunikimi kanë qenë të mangëta ose kanë munguar fare thuajse. Zotri Gura, po si mund të ndikoj kjo me stafit? Pra si mund të ketë ndoshta konflikte mes kolegëve që ndoshta nuk i përkasin fesë muslimane dhe ndoshta mund të ketë edhe reagime sepse këta po shkojnë 2 orë po largohen nga puna. Mund të ketë edhe gjëra të tilla? Shiko, tani me të drejtë, thoni, po ndaj tash spari për kufizimin apo për caktimin e plot, ndoshta edhe 2 orë nuk ka përse t'jenë. 2 orë. Pra ju përdoni 1 orë mjafton? 1 orë. Dhe diçka tjetër kemi, që orari zyrtar, ditët e premteve, është nga ora 8, shumica institucione publike nga ora 8 deri në orën 14. Po 1 orë kanë edhe pauzën, zotri Gura. Zakonisht pauzat janë nga ora 12 deri në orën 1, ndoshta është Diku shkon drek, diku shkon. Mund zgjedhin nëse dëshirojnë të shkojnë në drek apo të kryen ritualet.
Ndaj është e mundëshme, mendoj dhe besoj. Por ajo që thash, primare dhe kryesore është komunikimi deri në detaje spari me komisionin parlamentar, përmes grupeve të interesit, edhe për ata cilët me drejt, apo sa do pak e drejt kenë, për skepticizmin dhe dyshimet e tyre mbi këtë nismë të kërkuar, apo mbi këtë të drejt të këtyre besimtarëve musliman që punojnë në institucionet shtetërore të Republikës sonë. Zotri Gura, ne ju falendrojmë për sot, me që nuk kemi edhe më tepër hapësirë, besoj për fillim ishte mjaftueshme që të marrim më shumë informacione për këtë nismë në mënyrë institucionale, po thajmë sepse është kërkuar në kuvend, këtu do të jemi të shohim zhvillime tjera që do të jenë atje. E nëse kjo do të bartet edhe në Kosovë, edhe pse për momentin si kemi institucionet. Sigurisht, unë shpresoj në atë në gjithçka informacionin që kam, unë shpresoj që duke të kaluar, thash, llogaret politike, shpresoj që dhe komisioni, por me sa duket koha është e pamjaftueshme, po dhe vetë qeveria e Republikës do të jetë mbështetëse dhe garantuese e një të drejte minimaliste për këta qytetarë. Çfarë i thoni për fund atij që e propozojnë kuvend këtë nismë? Një fjali të shkurt. Për propozimin që e bëri për këtë nismë, për ndryshimin e kodin e punës, pra. E keni fjalën për deputetin iniciator? Po. Po sigurisht, kjo është, thash, kjo spari është e vonuar, por më mirë vonë se sa kur, thot fjala jone për Bashkët Popullore jona dhe juja, dhe sigurisht për deputetin iniciator, cilën dëshoj ta përshëndes, është edhe nga zona jonë, po kjo nuk ka shumë rëndësi, Zoti Gishtenja, pra Lefteri Gishtenja, cila do qoftë ajo koordinimi apo këshillimi me ata cilët e kanë çuar drejt këtij iniciimit të mendimit dhe vendimit, pra për një amendament të tillë, jam falënderues, por thash që përtej kësaj duhet mirëkuptimi dhe aprovimi nga komisioni i çështjeve sociale dhe pastaj konfirmimi dhe nxjerrja e vendimit nga Parlamenti i Republikës. E qartë. Faleminderit për sot. Përshëndesim.